Kur pranvera është në prag, nuk ka vend më të bukur për të kaluar ditët me diell, se sa balkoni i hapur e aq më mirë terraca apo veranda e shtëpisë, sidomos kur lulëzohet nga lulet e ndryshme. Nuk është as pak mision i pamundur të krijosh një vend të gjelbëruar në shtëpi. Mjafton që të kesh parasysh 3 pika të kyçe për të pasur bim të bukura në balkonin tënd. Ndriçimi dhe dielli, sasia e ujit dhe cilësia e dheut. Fillo që këtu për të zgjedhur bimën e duhur. Dhe ne po ju sjellim disa bim që duhet t'i mbyllni në shtëpinë tuaj. Barbaroza është lulja tipike që ngjyros terracat dhe balkonet, nga pranvera deri në fund të vjeshtës. Barbaroza është rezistente dhe përshtatet lehtë dhe nuk kërkon ndonjë përkujdesje të veçantë. Nuk duhet ujitur shumë dhe nuk duhet lënë ujë që të grumbullohet në pjatën e vazos. Duhet pastruar shpesh nga lulet dhe gjethet e thara. Nuancat e saj shkojnë nga e kuqe e thellë tek e bardha, nga roza tek lejlaja. Livanda është një tjetër lule klasike terracash dhe balkonesh, por natyrisht që rritet më mirë në tokë. Livanda, që gjithë bota admiron aq shumë në Provancë, ka lule të argjenta, aromë të freskët dhe një ngjyrë lejla në blu, që bën ngjyrën tipike të saj. Është shumë e rëndësishme që lavanda të mbillet një vazo të gjerë, në mënyrë që bima të ketë hapësirën për të rritur. Nuk kërkon shumë ujë dhe nuk i trembet diellit. Ortanca është një gëmush ornamentale që mund të arrijë deri në 2 metra lartësi dhe po aq gjerësi. Zakonisht mbillet në përparqe dhe kopshte, por ka disa varietete që zhvillohen më pak dhe mund të mbillen pa probleme edhe në vazo. Rritet në gjysmë hije dhe disa varietete kanë një lulëzim të vonë, kurse disa të tjera kanë një lulëzim që zgjat për muaj të tërë. Azalea. Një vazo është perfekte për të kultivuar azalea. Bim shumë rezistente dhe jetë gjatë. Lulëzon për vite me radhë në çdo pranverë, me lule të thjeshta ose dyshe, të bardha, roz, lejla. Azalea kërkon dritë, por jo në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse thahet: i duhet një terren i pasur me hekur.